Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فلندرم الله مضروار تبارك وتعالى فلندرojmë krijuesin ton, sunduesin ton dhe të gjithësisë te bareke ve teala, të gjithë mëshirshmin, mëshiruesin e madh. Falenderojmë Allahun i cili na nderoi me këtë Islam. Falenderojmë Allahun e madhruar i cili na zgjodhi për neve që Islami të jetë fe jon, me të cilën e madhrojmë Zotin ton, me të cilën dhe nëpërmjet të cilës ngritemi shumë te Allahu jon, te bareke ve teala. Falenderojmë Allahun e madhruar Azza wa Jall, i cili adhurimet dhe ibadetet mbranda këtij Islami dhe kësaj feje na i bëri të ndryshme, duke filluar atje me namazin e deri së fundi me haxhin dhe me ibadetet dhe adhurimet e tjera, me të cilat dhe në të cilat i jeton muslimani, ushqehet dhe kënaqet e i madhi Allah te bareke ve teala. E aka ma lumturi dhe ma knaqësi se sa robi Allahut të jetoj për Allahun dhe të jetoj me Allahun gjdo dit që kalon, gjdo stin e vitit që shkon, gjdo vit dhe gjdo pjesë e jetës tina ta numrej se e ka kaluar me emrin e Allahut dhe për Allahun e madhruar, dhe le ti kaloj jeta tina krejt, nuk ka farderti për deri sa i ka kaluar për Allahun dhe Allahut ja ka kushtuar te bareke ve teala, dhe sa i lumtur dhe sa krenar do të jetë ai njeri i cili ka jetuar për Allahun, jetën e vet e ka kaluar për Allahun e madhruar dhe me Allahun Azza wa Jall. Vëllezër musliman, jemi në muajin Dhul-Qa'de dhe me emrin e Allahut të madhruar. Nesër ndashtë Allahu futemi apo sonte mbrëmje në muajin Dhul-Hijja, fillon hana e re. Këtë ditë muaji Dhul-Qa'de dhe para ti muaji Shawal dhe pas ti që po futemi në muajin Dhul-Hijja janë muajit e haxhit të bekuar, të cilët Allahu i ka nderuar dhe i ka cekur në Kur'an, el-Hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi janë muaj apo është muaj të caktuar, këta muaj të cilët i cekom, pra Allah i ka përmendur në Kur'an. Jemi në muaj të haxhit dhe me miliona musliman nga katër anë të botës kam pas nderin, i ka nderuar Allahu, i ka zgjedhur Allahu, u ka caktuar Allahu, u është përgjigjur kërkesave dhe duave dhe lutjeve të tyre që të jenë prej haxhinjeve të cilët e madhrojnë të madhin Allah Azza wa Jall, jetojnë me Allahun dhe për Allahun. Këtu ditë të shajta dhe të mëdha, ditët më të mira dhe më të lumtura të jetës së tyre me emrin Allahut Azza wa Jall. Dhe përderisa ata janë atje në haxh, e ne nuk do të flasemi për haxh, por flasemi për diçka tjetër, përderisa ata janë në haxh, duke kënaqur me Allahun dhe duke kënaqur me Islam, duke kënaqur me vëllezërit musliman, duke jetuar në ibadet, duke shijuar kënaqësinë më të madhe të Islamit në jetën e tyre, me emrin Allahut Azza wa Jall, ne
të cilët jemi jashtë haxhit, jashtë Mekës dhe larg atyre vendeve të shejta, anë pse u lakmojmë atyre robëve të Allahut dhe bojmë dua për ta, që Allahu t'u lehtësoj atyre kryrjen e atyre obligime në mënyrën më të lehtë dhe më të mirë, e t'u pranoj dhe t'i kthej në vendet e vet dhe në vatanin e vet, të shëndosh dhe të spastruar nga gjenahat dhe mkatet dhe të Allahut të pranuar nga njëra anë, ndërsa në anën tjetër edhe neve Allah i madhruar na ka ndëruar dhe kemi mundësi dhe shansa të afrohemi te i madhi Allah Azza wa Jall. Dhe Zoti jon është më i mëshirshëm se sa me na la neve tjerve me duar thot në këtë kohë të shejt dhe të shtrejt dhe të çmuar dhe të bekuar. Kam fjalën këtu ditë të Dhul-Hijjes, duke filluar nga dita nesër me para Dhul-Hijjes deri në ditën e Bajramit. Edhe ne të cilët nuk jemi në haxh, Allahu i madhruar me mëshirën e vet dhe ai është gjithë mëshirshëm, na ka mundësuar që të afrohemi te Allahu i madhruar te bareke ve taala, duke e shtuar intensitetin e adhurimit dhe ibadetit ndaj të madhit Allah te bareke ve taala. Këtu 10 ditë të Dhul-Hijjes me emrin Allahut Azza wa Jall, Allahu ka dashur dhe i ka bërë ditët më të vlefshme dhe më të ndershme dhe më të çmuara gjatë tërë vitit. Allahu është zëtuar në to, ka thënë Allahu wal fajri wal layalin ashr, pasha agimin dhe pasha dhe të netet. Ulemaja shumica absolute e tyre kanë thënë se janë për qëllim këto 10 ditë të Dhul-Hijjes, e Allahu është zëtuar në to, e kur zëtohet Allahu në diçka, jep të kuptohet për vlerën e madhe që ka ajo çka është zëtuar Allahu në te. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam, yani al-ayam al-ashr. Nuk ka ditë që puna është më e mirë dhe më e dashur te Allahu i madhruar se sa puna gjatë këtyre 10 ditëve. Në hadith tjetër të Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu thotë se kam dëgjuar pejgamberin alayhi salam duke thënë për këtë ditë fa akthuru fihinna at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid, dhe shtone di këtë ditë gjatë këtyre ditëve falenderimin ndaj Allahut, tekbirin ndaj Allahut, thuni la ilaha illallah dhe bëni dhikr ndaj të madhit Allah te bareke ve taala. Pra pejgamberi alayhi salam na nxit që edhe ne të cilët jemi jashtë dhe larg atyre vendeve të shejta dhe nuk jemi në haxh, që të shfrytëzojmë këtë ditë të mëdha dhe të bekuara. Për atë arsye është mirë që t'ja përkujtojmë njëri tjetrit e mos na kalojnë këtë ditë sikurse ditë e tjera të rëndëmta në të cilat i falim 5 kohë namaz edhe kaq, por gjatë këtyre ditëve ta shtojmë intensitetin e punëve të mira, të ibadeteve dhe të adhurimeve, e që ato janë të shumta fal Allahu të madhruar. Duke filluar nga namazi atje, përpos namazit farz dhe suneteve të cilat i falim gjatë ditës, mundësisht me ja bashkangjit edhe ndonjë namaz tjetër vullnetar në veçanti për ata të cilët Allahu i forcon dhe qohen natën në pjesën e tretë të natës apo në gjysmën e natës dhe madhrojnë Allahun e madhruar te bareke ve taala, sepse që shka thonë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, si mbas shejtrisë kohës është me afër të pranohet edhe puna të Allahu, edhe adhurimi dhe ibadeti dhe lutjet dhe doat, e ne të gjithë kemi nevojë për Allahun, kemi nevojë më lutë të Allahu, kemi kërkesa, kemi ankesa, kemi hallë dhe kemi derte, e është koha për mu ankuar dhe ato mja paraqitur dhe me i dorëzuar te i madhi Allah te bareke ve taala. Pra është me afër më pranuar doat dhe lutjet se sa jashtë këtyre ditëve. Pastaj me agjerim, e agjerimi është prej ibadeteve më të mëdha te i madhi Allah te bareke ve taala. Pra është mirë ai i cili ka forcë dhe energji dhe mundësi me agjeruar këtu ditë krejt pa ndërprej asnjë, duke filluar nga dita e parë deri në ditën e 9 të Arafatit, e natyrisht dita 10 nuk agjerohet sepse është ditë Bajrami, por edhe nëse ndërpren dhe agjeron atë ditë që ka mundësi, e atë që nuk ka mundësi nuk agjeron, krejt është në rregull, nuk ka far problemi. Pra është mirë me agjeruar gjatë këtyre ditëve. Pastaj
me dhanë sadaka, me dhanë lemosh, me bo dua, me bo dhikr, me marë tekbir. Abdullah ibn Abasi radiallahu anhu, po edhe Buhurere dhe të tjerë gjatë tërë këtyre ditëve, duke filluar nga dita e parë dhe l'Hijjes deri në ditën e Bajramit, edhe ditët e Bajramit kur është koha e prerjes së Kurbanit, kanë marë tekbir në përtregje, në për rrugë, në shokë, kur kanë qenë veton, kur kanë qenë në shoqëri, për mja përkujtu të tjerve se është koha për ta madhruar Allahun, është koha për me marrë tekbir. Ata atje marrin tekbir në haxh, ndërsa ne marrim tekbir këtu. Ata madhrojnë Allahun atje, ne madhrojmë Allahun këtu. Dhe me këtë mënyrë të adhurimit, në një farë mënyre bojmë gara me zvete për të afruar te Allahu dhe nuk rrim dhe nuk qëndrojmë duar kryq përderisa haxhinjtë atje adhurojnë Allahun dhe ngritën shumë, e ne aty rrim duar kryq apo të bojmë diçka që edhe ne të afrohemi te Allahu gjatë kësaj kohe më shumë se sa kohrave të tjera apo jashtë këtyre ditëve. Pra Allahu na ka ndëruar me këtë ditë, është mirë që musliman të shfrytëzojnë me dua dhe me dhikr dhe me ibadet dhe me punë tjera të harit, e natyrisht mjafton që gjatë këtyre ditëve është dita e Arafatit, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka ditë më të mirë që lind diellin te se sa dita e Arafatit. Në mënyrë absolute, dita më e vlefshme, më e mira gjatë vitit është dita e Arafatit, ajo ditë 9 e Dhulhijhes, një ditë para ditës së Bajramit, ku ajo ditë për të agjëruar ka vlerën shumë të madhe, që pejgamberi alayhi salam ka thënë, shpresoj te Allahu të falen gjunahet e 2 viteve, të këtij viti dhe vitit të ardhshëm, me emrin Allahut te bareke ve taala. Për atë arsye është mirë për musliman, nëse nuk kanë mundësi që këtu ditë, 8 ditët e para të agjërojnë, bile ditën e 9 në asnjë mënyrë mos talojnë pa agjëru, dhe është mirë që familjarisht më quhen syfër dhe me agjëru atë ditë, me ngjall një sunet pejgamberit alayhi salam, sepse tonë kem nevojë për falje të mëkateve dhe të gjunaheve. E pastaj mjafton që gjatë këtyre dhe ditëve është edhe thirrja e Kurbanit, ku është ibadet i veçantë dhe specifik, të cilin Allahu e ka veçuar dhe ka thonë, fasalli li rabbike wanhar, falë për Allahun tënd te bareke ve taala, edhe thirr kurban për Allahun e madhruar. Dhe ai i cili vendos me thirr kurban është sunnet që nga dita e sotme, gjithsesi nga perëndimi i diellit, kur edhe hyn hana e re me emrin e Allahut dhe fillon muaji i Dhulhijhe, mos me marr as një pjesë nga trupi i tina, që ka thënë pejgamberi alayhi salam, as nga qimet e tij, as nga thejt e tij, as nga flokët e tij, derisa ta thirr kurbanin me emrin e Allahut të madhruar, ta çaj këtë sunet në vend të pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Pra, të nderuar vëllezër dhe motra, jemi prag të një ibadeti të madh, e ja vlen të para përgatitemi për atë ibadet të madh, e që për neve janë këtu ditë dhe në krye tyre është dita e Bajramit, ndërsa për ata atje që janë pak një pakis nga shumica e këtij ymeti, ata janë krejt në ibadet dhe kryesorja për ta është dita 9 dhe dita 10, në ato ditë ku është kulminacioni i adhurimit dhe ibadetit të Allahut të madhruar, e që është qëndrimi në Arafat dhe kryerja e haxhit, gjithsesi dita 10, thirrja e kurbanit dhe tavafi ifada dhe kështu me radhë. E lutem Allahun e madhruar te bareke ve taala që haxhive dhe njëherë tu aletësaj Allahu i madhruar kryerjen e haxhit, ata që nuk kanë arrit, ja vletësua Allahu me shku shëndoshë mirë, ndërsa ata që kanë arrit, t'ja vletësaj Allahu qëndrimin ato vende, t'ja vletësaj Allahu kryerjen e haxhit, mënyrën me të lehtë, e t'ua pranoj dhe t'i kthej të pastërt nga mëkatet që ka lindur nga nanat e tyre, se që lutem Allahun e madhruar që çdo musliman dhe muslimane t'ja letësaj Allahu e ta ketë atë fat e t'i shejoj atë lumturi dhe kënaqësi duke kryer atë borxh ndaj të madhit Allah dhe duke shqyrë shpirtin e vet, duke vizituar ato vende të shejta, se që lutem Allahun që të shfrytëzojmë këtë ditë në maksimum me ibadete dhe me adhurime, e të na shton Allahu dashurinë ndaj të madhit Allah te bareke ve taala, ndaj Islamit, ndaj Kur'anit, ndaj Sunetit, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na shtoj dashurinë ndaj vëllezërve dhe motrave musliman. E për këtë fundit thua se kemi nevojë shumë dhe shumë të afrohemi dhe të duhemi mes veti, e të ndihmojmë njëri tjetrin
tjetrit, e të lutemi për njëri tjetrin, sepse sa të jemi afër njëri tjetrit, aq më afër jemi ndaj Allahut të madhruar, dhe sa më shumë të ndihmojmë vllaut, aq më shumë na ndihmon dhe na lehtëson Allahu i madhruar te bareke ve taala. Dhe për ibadeteve më të mëdha, pa pikëdyshimi, është kjo e fundit që të duhemi me zveti shumë, të afrohemi me zveti shumë dhe të ndihmojmë njëri tjetrit shumë. Pastaj bini istikfar për vetveten e juaj, për familjet e juaj dhe për krejt musliman, se Allahu është falës, Allahu është i mëshirshëm, ai dëgjon, o dëgjon doat, o dëgjon lutjet, o dëgjon istikfarin, edhe nëse bëni vetveten e juaj, edhe nëse bëni veç me zemër, Allahu dëgjon. Bini istikfar, astagfirullah për vetveten ton, për familjet e tona dhe për krejt musliman. Allahumme falna neve dhe krejt musliman, ya rabbel alamin. Astagfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. أكبر فوق كيد المعتدين.